Fjolla shpërthen krejtësisht dhe situata merr një kthes shumë të tensionuar, kur ajo tenton t'i afrohet Labinotit me nerva të papërmbajtura, duke treguar qartë se ka humbur durimin. E revoltuar nga fjalët dhe akuzat që ai kishte bërë më herët, Fjolla reagon ashpër dhe përpiqet ta përballë drejt për drejt, duke I folur me tone shumë të larta dhe plot zemërim. Ajo e ofendon rënd Labinotin, duke e pyetur me mllef se kujt po I drejtohet me ato fjalë dhe duke e quajtur atë të padenjë për të gjykuar këdo. Në mes të debatit, Fjolla e kthen situatën edhe më personale, duke e fyer Labinotin dhe duke e përmendur familjen e tij, gjë që e ndes edhe më shumë konfliktin. Fjalët e saj janë të ashpra dhe të drejtpërdrejta, të mbushura me nervozizëm dhe zhgënjim, ndërsa ajo I afrohet gjithnjë e më shumë, duke krijuar një atmosferë shumë të rrezikshme për përshkallëzim. Banorët e tjerë e kuptojnë menjëherë se situata po del jashtë kontrollit dhe se çdo moment mund të ndodhë diçka më e rëndë. Në këtë moment, Ana çohet menjëherë në këmbë sapo e sheh përplasjen që po ndodh. Ajo I afrohet me shpejtësi Fjollës dhe Labinotit, duke tentuar të ndërhyjë dhe të ndalë përshkallëzimin e konfliktit. Ana përpiqet t'i qetësojë, duke u futur mes tyre dhe duke u kërkuar të ulin tonet, ndërsa tensioni në dhomë është I prekshëm. Zërat janë të lartë, nervat të tendosur dhe askush nuk duket I gatshëm të tërhiqet. Fjolla vazhdon të flasë me zemërim, duke u ndjerë e fyer dhe e poshtëruar nga akuzat që I janë bërë, ndërsa Labinoti nuk mbetet pas dhe përpiqet të përgjigjet, gjë që vetëm sa e ndes edhe më shumë debatin. Banorët e tjerë mblidhen rreth tyre, disa duke tentuar t'i ndajnë fizikisht, të tjerë duke bërtitur që të ndalen dhe të mos e çojnë situatën më tej. Atmosfera në shtëpi bëhet shumë e rëndë, me tension, nervozizëm dhe një ndjesi se konflikti ka kaluar çdo kufiloje. Ky moment shënon një nga përplasjet më të forta deri tani, ku fjalët e rënda, afrimi fizik dhe ndërhyrja e banorëve tregojnë se Labinoti shpërthen me ofendime shumë të rënda ndaj Elionës, duke e kaluar çdo kufi të debatit normal. Gjatë një përplasjeje të tensionuar, ai fillon ta sulmojë verbalisht pa u ndalur, duke hedhur akuza të rënda dhe shumë fyese, që tronditin jo vetëm Elionën, por edhe banorët e tjerë që ndodhen përreth. Me tone të larta dhe plot arrogancë, Labinoti pretendon se Eliona ka pasur lidhje jashtë shtëpisë dhe se sipas tij ajo ka bërë gjëra për interesa personale, duke e akuzuar se nuk ka moral dhe se gjithçka e bën për përfitime. Fjalët e tij bien si bombë në ambient, duke krijuar një atmosferë shumë të rëndë dhe të pakëndshme. Eliona mbetet fillimisht e shokuar nga ato që dëgjon, pasi akuzat janë të drejtpërdrejta dhe shumë poshtëruese. Ajo ndihet e sulmuar në mënyrën më personale të mundshme, ndërsa fytyra I ndryshon dhe nervozizmi I duket qartë. Pas disa sekondash, Eliona shpërthen në acarim të plot, duke mos e duruar më këtë mënyrë sjelljeje dhe këto fjalë të rënda që po I drejtohen. Ajo reagon ashpër. I kthehet Labinotit me zë të lartë dhe e akuzon se po shpif dhe po përpiqet ta ulë dhe ta poshtërojë para të gjithëve. Eliona e bën të qartë se nuk do të lejojë askënd ta njollos emrin e saj dhe ta trajtojë si objekt thashethemesh. Zërat ngrihen, tensioni shtohet dhe debati bëhet gjithnjë e më I nxehtë, ndërsa të dy palët nuk pranojnë të tërhiqen. Banorët e tjerë reagojnë menjëherë, disa duke u futur mes tyre për të shmangur përshkallëzimin, të tjerë duke u shprehur të tronditur nga niveli I ulët I ofendimeve. Disa përpiqen ta qetësojnë Elionën, e cila duket shumë e lënduar dhe e revoltuar, ndërsa të tjerë I kërkojnë Labinotit të ndalojë dhe të mos vazhdojë me akuza kaq të rënda. Situata eskalon shpejt në një nga momentet më të forta dhe më të tensionuara në shtëpi, ku fjalët e rënda, nervat e tendosura dhe reagimet emocionale tregojnë qartë se konflikti ka kaluar kufijtë e lojës. Eliona mbetet thellësisht e acaruar dhe e prekur nga kjo përplasje, ndërsa pasojat. Eliona përfshihet në një debat shumë të ashpër me Labinotin, ku tensioni rritet nga sekonda në sekondë dhe situata del jashtë kontrollit. Ajo I drejtohet atij me tone të larta, duke I kërkuar prerë të mos I flasë më dhe të mos I afrohet, pasi sipas saj ai nuk meriton asnjë lloj respekti. Eliona shprehet e revoltuar dhe e lodhur nga sjellja e tij, duke theksuar se çdo fjalë që del nga goja e Labinotit është negative dhe pa vlerë. Në mes të debatit, Eliona shpërthen me ofendime të forta, duke thënë se Labinoti është njeri pa karakter dhe se nuk ka asgjë të mirë tek ai, as në sjellje dhe as në mënyrën se si sillet me të tjerët në shtëpi. Ajo e akuzon se vetëm provokon, ofendon dhe përpiqet të ulë të tjerët për të dukur vetë më I fortë,
ndërkohë që sipas saj ai nuk ka asnjë argument dhe asnjë vlerë reale. Zëri i Elionës bëhet gjithnjë më i fortë. Fytyra i skuqet nga nervozizmi dhe ajo e bën të qartë se nuk do ta tolerojë më këtë lloj sjelljeje. Ajo i thot Labinotit se prania e tij është toksike dhe se ai vetëm sjell energji negative në shtëpi. Debati zhvillohet para banorëve të tjerë, të cilët mbeten të habitur nga ashpërsia e fjalëve dhe niveli i konfliktit. Disa prej tyre përpiqen të ndërhyjnë për ta qetësuar situatën, ndërsa të tjerë thjesht vëzhgojnë në heshtje, duke kuptuar se përplasja mes Elionës dhe Labinotit ka arritur një pikë shumë të nxehtë. Eliona, e vendosur dhe e acaruar, mbyll debatin duke i kthyer shpinën Labinotit, duke treguar qartë se për ta ai nuk ekziston më dhe se nuk dëshiron asnjë lloj komunikimi me të. Labinoti përfshihet në një përplasje shumë të ashpër me Fjollën, ku debati del shpejt jashtë kontrollit dhe kthehet në një shkëmbim fjalësh tepër të rënda. Gjatë zënkës, Labinoti e sulmon verbalisht Fjollën duke përdorur akuza ofenduese dhe denigruese, duke lënë të kuptohet se ajo, sipas tij, është përdorur nga të tjerët dhe vazhdon të përdoret edhe tani. Ai përpiqet ta ulë figurën e saj, duke vënë në dyshim karakterin dhe sjelljen e saj, si dhe duke e akuzuar për mungesë morali dhe dinjiteti. Fjolla mbetet e tronditur nga këto fjalë, ndërsa situata tensionohet edhe më shumë, sepse akuzat e Labinotit janë të drejtpërdrejta dhe shumë fyese. Atmosfera në shtëpi rëndohet menjëherë dhe banorët e tjerë e kuptojnë se debati ka kaluar çdo kufi normal komunikimi. Disa përpiqen të ndërhyjnë për ta ndalur, ndërsa të tjerë qëndrojnë të shtangur nga niveli i ulët i fjalorit dhe ashpërsia e akuzave. Labinoti vazhdon me tone të larta, duke thënë se Fjolla nuk ka as moral dhe as fytyrë për të folur apo për të gjykuar të tjerët, duke e kthyer debatin në një sulm personal shumë të rëndë. Fjolla, e prekur dhe e irrituar, përpiqet të mbrohet, por situata tashmë është përshkallëzuar dhe tensioni ndihet në çdo cep të shtëpisë. Kjo përplasje konsiderohet nga banorët si një nga debatet më të shëmtuara deri tani, sepse fjalët e përdorura kalojnë kufijtë e lojës dhe prekin dinjitetin personal. Pas këtij momenti, marrëdhënia mes Labinotit dhe Fjollës duket e dëmtuar rënd, ndërsa shtëpia mbetet në një gjendje të rënduar dhe të ndarë mes atyre që dënojnë ashpërsjelljen e tij dhe atyre që thjesht përpiqen ta shmangin konfliktin. Eliona përfshihet në një debat të fortë me Claudin, ku tensioni mes tyre rritet nga minuta në minutë dhe biseda merr një kthes shumë personale. Gjatë përplasjes, Eliona shprehet me tone të ashpra dhe thotë se, sipas saj, Claudi është një person që ka më shumë përqim për djemt dhe jo për vajzat, duke theksuar se ai nuk sillet dhe nuk reagon si dikush që tërhiqet nga femrat. Këto fjalë e bëjnë debatin edhe më të ndezur, pasi prekin drejt për drejt personalitetin dhe zgjedhjet e Claudit. Ajo vazhdon duke thënë se, në mendimin e saj, askush nuk do ta refuzonte Elionën, pasi ajo e konsideron veten tërheqëse dhe të sinqertë në ndjenjat që shpreh. Sipas Elionës, fakti që Claudi e refuzon tregon se ai është ndryshe nga meshkujt e tjerë dhe se nuk funksionon në të njëjtën mënyrë në marrëdhënie. Kjo deklaratë shkakton reagime të ndryshme të banorët, disa prej të cilëve duken të befasuar nga drejtimi që merr debati. Claudi, nga ana tjetër, qëndron i ftohtë dhe i distancuar, duke mos pranuar akuzat dhe duke e bërë të qartë se refuzimi i tij nuk ka lidhje me askën tjetër, por me zgjedhjet e tij personale. Kjo e irriton edhe më shumë Elionën, e cila ndjen se po nënvlerësohet dhe po refuzohet pa arsye të fortë. Atmosfera në shtëpi bëhet e rëndë, ndërsa debati kalon nga një përplasje loje në një konflikt emocional. Banorët e tjerë ndihen të tensionuar dhe disa përpiqen ta qetësojnë situatën, por fjalët tashmë janë thënë. Kjo përballje e thellon edhe më shumë distancën mes Elionës dhe Claudit dhe kthehet në një nga momentet më të diskutueshme, duke ngritur pikpyetje të forta për respektin, kufijtë dhe mënyrën se si shprehen refuzimet brenda shtëpisë. Alban përfshihet në një debat të ashpër me Claudin, ku tensioni rritet shpejt dhe fjalët bëhen gjithnjë më të forta. Gjatë përplasjes, Alban i drejtohet Claudit me akuza të drejtpërdrejta, duke i thënë se ai nuk ka as pak të drejtë të flasë apo të gjykojë vajzat, kur sipas tij sjellja e vet Claudit është kontradiktore dhe provokuese. Ai thekson se Claudi shpesh sillet sikur ka moral për të tjerët, por në të njëjtën kohë bën veprime që, sipas Albanit, e nxjerrin atë keq në sytë e banorëve dhe të publikut. Debati merr përmasa edhe më të mëdha kur Alban e akuzon Claudin se po luan role dhe se po përdor situata për vëmendje, duke e quajtur sjelljen e tij hipokrite.
Sipas Albanit, Klodi nuk mund të mbajë leksione për respektin dhe marrëdhëniet, pasi ai vetë ka krijuar shumë paqartësi me afrimet dhe veprimet e tij brenda shtëpisë. Këto fjalë e acarojnë edhe më shumë situatën dhe e bëjnë përplasjen shumë personale. Klodi, nga ana tjetër, përpiqet të mbrohet dhe të justifikojë veten, por duket se fjalët e Albanit e kanë prekur. Të dy flasin me tone të larta, ndërsa banorët e tjerë mblidhen rreth tyre, disa të habitur dhe disa të tensionuar, duke pritur që situata të qetësohet. Atmosfera bëhet e rëndë dhe debati kthehet në një nga momentet më të forta të ditës, duke lënë pas shumë pikpyetje për marrëdhëniet, respektin dhe kufijtë mes banorëve brenda shtëpisë. Klodi e çon debatin me Elionën në një nivel shumë të rëndë dhe të papranueshëm, duke humbur plotësisht kontrollin gjatë përplasjes së tyre. Ai e sulmon atë verbalisht me fjalë të ashpra dhe nënçmuese, duke e ofenduar rënd dhe duke vënë në dyshim karakterin dhe moralin e saj. Deklaratat e tij janë të mbushura me ironi të keqe dhe krahasime fyese, të cilat synojnë ta ulin dhe ta poshtërojnë Elionën para të gjithëve. Atmosfera në shtëpi ndryshon menjëherë. Banorët e tjerë mbeten të shtangur nga mënyra se si Klodi flet, pasi fjalët e tij nuk duken më si pjesë e një debati loje, por si sulm personal i drejt për drejt. Eliona përpiqet të reagojë dhe të mbrohet, por situata bëhet gjithnjë e më e tensionuar, ndërsa zëri i Klodit ngrihet dhe fjalët bëhen edhe më të rënda. Disa nga banorët përpiqen të ndërhyjnë për ta qetësuar situatën, por dëmi tashmë është bërë. Eliona ndihet e fyer dhe e poshtëruar, ndërsa tensioni përhapet në të gjithë shtëpinë. Ky moment krijon një ndarje të qartë mes banorëve, ku disa dënojnë ashpërsjelljen e Klodit, ndërsa të tjerë mbeten në heshtje nga pesha e situatës. Ky debat konsiderohet si një nga momentet më të errëta dhe më të rënda deri tani, pasi tejkalon kufijtë e respektit dhe etikës. Fjalët e Klodit pritet të sjellin pasoja, si brenda shtëpisë ashtu edhe jashtë saj, duke shkaktuar reagime të forta nga publiku. Ngjarja lë një shenjë të rëndë në dinamikën e banorëve dhe e kthen këtë përplasje në një nga temat më të diskutuara të spektaklit. Alba përfshihet në një debat shumë të ashpër me Labinotin, ku tensioni rritet nga minuta në minutë dhe fjalët bëhen gjithnjë e më të rënda. Ajo shpërthen ndaj tij duke thënë se Labinoti, sipas saj, është njeriu më i keq brenda shtëpisë dhe se sjellja e tij lë shumë për të dëshiruar. Alba e akuzon se sillet si fëmijë, pa pjekuri dhe pa përgjegjësi, duke theksuar se ai nuk di të përballet me situata serioze dhe vetëm provokon debate pa arsye gjatë përplasjes. Alba shprehet se askush nuk mund ta marrë Labinotin seriozisht dhe se askush nuk ka dëshirë ta mbrojë apo ta mbajë për krah, sepse sipas saj ai gjithmonë e nxjerr veten keq me veprimet dhe fjalët e tij. Ajo thot se ai përpiqet të duket i fortë dhe i zëshëm, por në realitet tregon vetëm pasiguri dhe mungesë logjike në atë që thot dhe bën. Debati bëhet edhe më i nxehtë kur Alba e quan Labinotin budalla dhe njeri që nuk mendon para se të flasë, duke shtuar se ai prish klimën në shtëpi dhe sjell gjithmonë energji negative. Banorët e tjerë i ndjekin me vëmendje, disa përpiqen të ndërhyjnë për të ulur tonet, ndërsa të tjerë qëndrojnë në heshtje duke parë se si situata përshkallëzohet. Atmosfera bëhet shumë e tensionuar dhe përplasja mes Albës dhe Labinotit kthehet në një nga debatet më të forta, duke lënë pas shumë nervozizëm dhe ndasi mes banorëve. Ndërsa duket qartë se marrëdhënia mes tyre është përkeqësuar edhe më shumë pas këtij momenti.